Moza, Jeanne d'Arcu i Shqipërisë u shfaq në ekran si një rufe, si një drite e si një shpëtimtare e gruas shqiptare, në një kohë kur ekrani ynë prodhonte vetëm silikon, plastike këto 15 vitet e fundit. Ky ekran i njëjtë ndër vite rriti çmimin silikonit dhe uli vlerën gruas që e bëri nena natyre. Dhe pa pritmas, Moza u shfaq mu ne këtë ekran jo me truk të bere, por me mendje të ndritun. Jo me trup të injektuem, por me thjeshtësi e dashni që e trashëgoi që nga lindja e rritja e saj. Ajo u shfaq si Jeanne d'Arcu, shenjtoria franceze që e dogjën në shesh sepse foli me shumë se ç'duaj, por fjalën nuk ja dogji askush. Edhe Moza e ndezi ndërgjigjen tonë të fshehur të dijes interkontinentale që ajo e ka, duke e shfaqur në bisedat e saj brenda asaj ferme me banore tjera femre që po zbulojnë që ka më shumë nga një grua se sa floket bukuria dhe thashë themën. Moza është gruaja shqiptare që kemi haru, ajo gruaja tiranase akademike, ajo gruaja e karnevaleve të Korces, ajo gruaja që trashëgoi teatrin nga gjyshja dhe që ngët bicikletën në Shkodër, ajo gruaja që vishet punk në fillim vitet e 80-ta në Prishtinë, ajo që del në park me libra në dorë, jo me fillera në faqe, ajo që rri me gratë të tjera, që i dëgjon e i ndihmon. Moza po na kujton diçka kolektive që moti na kishte munguar, që vlera nuk është e artificiale, por e përmbytyn qëllimshëm, që bukuria nuk matet me sasi silikoni. Që gruaja shqiptare nuk ka nevojë për shpëtim nga burri, po nga sistemi që e ka zhvesh atë nga diniteti. Dhe he për he tani kemi Mozën çdo natë, me dijeni, me këshilla dhe e pa kompromis në vlerën e gruas shqiptare që është fshehur qëllimshëm nën fasadën e rreme të showbizit tonë helmues. Moza nuk është tren. Moza është kthim të rënja, të gruaja, të vlera. Moza është shqiptarja që e kishim dhe e haruam. Jeanne d'Arcu në dogjën në shesh, kurse Moza po ndes ndërgjigjen tonë të fshehur. Më herë.